Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Alleluia. Tema që do të bëjmë sot ka lidhje me fëmijët, të cilët janë shumë të rëndësishëm për Zotin, po dhe për kishën. Tek Ungjilli sipas Mateu dhe Ungjilli sipas Lukait na tregon një ngjarje ku më konkretisht te Ungjilli sipas Mateu lexojmë, atëherë i sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta, por dishepujt i qortuan. Kur i pa Jesu i zomrua dhe i tha: "Lëri fëmijët të vinë tek unë, e mos i pengoni, se mbretëria e Perëndis u përket atyre që janë si ata. Me të vërtetë po ju them se ai që nuk pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë nuk do të hyjë në të." Pastaj i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Pra e njëjta gjë na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Lukait. Te kjo pjesë e Ungjillit sipas Mateu dhe Lukait, siç thash, na tregohet se disa nëna sollën fëmijët e tyre, por dishepujt burra e pan këtë si diçka të bezdishme për Krishtin dhe menduan se ishte e tepër që Krishti të merrej me punë kalamajsh. Por Isui kur pa veprimet e gabuara të nxënësve, ndërhyri me ato fjalë që ne i dëgjuam dhe që janë për çdo kohë. I lini fëmijët të vinë tek unë sepse e tyre ose atyre u përket mbretëria e qeve. Dalin disa mësime shumë të rëndësishme në këto fjalë që tha Krishti. Në radhë parë, duhet të dim, sidomos ata që kanë një detyrë të veçantë në kishë, si klerik e laik, që është detyrë e tyre edhe e priftit, dhe teologut, dhe e katekistit, por dhe gjithë popullit Perëndis, që fëmijët mos i shikojnë si të nënvlerësuar, por si të privilegjuar, madje si të parët që Perëndia i bekon, i pranon, i shenjtëron. Sepse Krishti tha, dhe po su bët si këta fëmijë të vegjël, ju nuk mund të hynin në mbretërinë e Perëndis. Së dyti, fëmijët që dëshirojnë të rrëfejnë besimin e tyre te Isu Krishti, patjetër duhen inkurajuar dhe jo frenuar. Askush se di moshën e një personi të ri në parajs, apo dhe të atij që është në ferr. Ne kemi shenjtorë të cilët janë shenjtëruar që në një moshë fëminore 3 vjeçe, për shembull siç është Kiriku, që ishte biri i Shën Julitës, i cili edhe pse i vogël, ai pohoi Krishtin dhe për këtë e goditën me shelma dhe hodhën në shkallë dhe aty koka e tij u përplas dhe dha shpirtin. Dhe ai regjistrohet si martir në kishën tonë, si nga martirët më të vegjël bashkë me nënën e tij Julita. Pra, nuk mund të themi se fëmijët nuk mund të kuptojnë. Madje fëmijët në kishën tonë jo vetëm që kuptojnë, dhe këtë japim nga fjalët e Zotit, por edhe nga jetët sinaktarët e shenjtorëve, por ata shenjtërohen, rreshtohen me shenjtor. Por ne nuk e dim ndoshta edhe se sa vjeç mund të jetë një fëmijë në ferr. Do thoni ju, ka fëmijë në ferr. Tregohet një rast në një libër që quhet Jeta e pavdeksisë, thuhet që aty ishte një fëmijë i vogël i cili ishte i smur dhe ishte në agoni për të vdekur, por ai shante dhe mallkonte Zotin sepse dëgjonte babain e vet, i cili ishte aty prezent, dhe në vend që t'i lutej Perëndis, si një ateist, si një pabes, ai bënte fajtor Perëndin dhe shante dhe mallkonte Zotin. Edhe fëmia imitonte prindin dhe shante dhe mallkonte dhe ai Zotin. Dhe i thot babait këto fjalë: "Po shikoj disa hije të zeza që po vinë të më marrin." Pra, pavarësisht se fëmia nuk mund të dënohet si një i madh në ferr, por edhe kur imiton prindin e vet në pabesinë e tij, në blasfemi, patjetër që nuk do ketë në një privilegj në mbretërinë e Zotit. Kështu që nuk mund të themi se duhet të jemi të rritur pa të kuptojmë gjërat e Zotit. Fëmia i kupton gjërat me zemër, kurse të rritur i kuptojnë dhe me mendje. Po ndonjëherë zemra rrok gjëra më shumë dhe më mirë
se sa mendja. Pra, kemi kujdes sepse çdo mosh është e shenjtëruar nga Zoti dhe në çdo mosh mund të jepet shpëtimi. Zoti u bë embrion që për të kuptuar se jeta fillon që në stadin embrional dhe embrioni është i shenjtë, prandaj dhe nuk duhet vrarë me anë të abortit. Sipas kishës, në momentin e ngjizjes fillon jeta dhe aty jeta është e shenjtë, është dhuratë e Perëndis. Plus Zoti lindi si një fëmijë për shenjtëruar moshën fëminore, ai u bë një adoleshent, në moshën 12 vjeçare na shfaqet në tempull, për të shenjtëruar moshën e adoleshencës, u tregua një njeri, u tregua dhe një burr. Pra, duke i shenjtëruar të gjithë stadiet e jetës të njeriu. Pra, edhe fëmijët kanë një stad, një moshë e cila jo vetëm është e pranuar nga Zoti, sepse ata janë për shkak të moshës tyre dhe që nuk janë përgjegjës për veprimet e tyre, ata janë të pafajshëm ose janë të justifikuar nga Zoti, por si thash, Zoti dhe kërkon t'i shenjtëroj. Tek Psalmi 8 vargu 2 na thuhet: nga goja e të vegjëlve e foshnjave ke vendosur lëvdim për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit. Këtë e tha psalmisti David 1000 vjet përpara se të vinte Krishti. Por kjo profeci e psalmistit David u realizua kur Krishti hyi në Jeruzalem, hyi për mbi polishtin e gomarës dhe atje u prind nga populli me ozana. Po në mënyrë të veçantë ishin fëmijët, ata që thithin gjirin e nënave, që shkon deri në moshën 3 vjeç, ata të mësuar nga shpirti i shenjtë, thristin Krishtit, ozana më të lartat. I bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Armiqtë e Krishtit, skripët, farisejnë, të priftërinë të u ndinjuan dhe kërkuan Jesujt që të mos lejonte këtë. Por çfarë i tha Jesuji? A nuk e keni lexuar kur nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gjik ke përgatitur lavdi? Prandaj, ne asnjëherë nuk mund themi që ky është një fëmijë dhe ne këtë fëmijë duhet ta lëmë njan, nuk duhet i flasim për gjërat e Zotit, nuk duhet ta çojmë në kish, nuk duhet ta kishërojmë, sepse është i vogël dhe s'kupton. Kështu thonë edhe eretikët. Për shembull, eretikët thonë që nuk duhet pagëzohet fëmia, se fëmia nuk kupton. Po mirë, në qoftë se fëmia nuk kupton dhe nuk duhet pagëzohet, po sa gjëra nuk e kupton fëmia dhe fëmijës ne e japim? Pse për shembull fëmijës i japim kujdesin mjekësor, i japim disa vaksina, ose i mësojmë disa gjëra që edhe ai pse nuk i kupton, ne ja japim atij. Sepse ne duam që fëmia të rritet i shëndetshëm, edhe kur ai nuk e kupton kujdesin prindëror. Po si mund t'i privojmë ne fëmijës pagëzimin që fal mëkatin sëgjyshor, mëkatin e Adamit dhe Evës, mëkatet prindërore, por dhe i jep shpirtin e shenjtë fëmijës? Si mund t'ja t'ja heqim këtë të drejtë një fëmijës? Prandaj, fëmijët patjetër që duhet të kishërohen dhe ne kemi ato rritet tona ortodokse që në ditën e 8 fëmijës i vihet emri, në ditën e 40 ai vjen bashkë me nënën e tij, që të shkojnë në tempull, dhe i përkushtohet Zotit, dhe pastaj nga ajo ditë ai është i thirrur që të pagëzohet. Po në qoftë se fëmia është në rrezik jete, ai mund pagëzohet edhe përpara 40 ditësh. Pavarësisht se nëna nuk mund të vijë në kish, por mund ta sillin të tjerë në kish, ose mund të shkojë prifti në shtëpinë e fëmijës dhe ta pagëzojë, dhe në qoftë se është e pamundur për priftin, edhe prindi, edhe gjyshja, edhe i afërmi, edhe dikush që është më i madh, që është i pagëzuar, mund të pagëzojë një fëmijë duke e çuar në ajër trupin e tij, në emërtatin e Birit të Shpirtit të Shenjtë, ose duke hedhur në kokë ujë, mirë është ujë të bekuar, duke pagëzuar në emërtatin e Birit të Shpirtit të Shenjtë. Në qoftë se fëmia ndron jetë, ai është i pagëzuar, dhe në qoftë se ai vazhdon jetën, thirret prifti për të plotësuar shërbesën. Është shumë e rëndësishme pagëzimi i fëmijëve dhe është katastrofë në qoftë se e lën një fëmijë të papagëzuar dhe vdes. Shikoni çfarë thotë Shën Kozmai. Më mirë të vrasësh 100 njerëz se të lësh një fëmijë të vdes i papagëzuar. Sepse është krimi më i madh që ne japim një fëmijë i cili nuk kupton,
por është detyra e prindërve e të rriturve që këtë fëmijë ta pagëzojë dhe ta çojë te Zoti. Shikoni çfarë thot Shën Gabrieli, i marrë në Krishtin. Fëmijët duhet pagëzohen 8 ditë pas lindjes. Nëse jeta ati është në rrezik, pra tham, mund pagëzohet edhe më parë. Nëse kalon 40 ditë dhe fëmia vuan, prindrit janë përgjegjës para Zotit. Nëse ai vdes i papagëzuar brenda 40 ditëve, zbatohet ligjet e vjetra. Pas 40 ditëve ai shkon përkohësisht në had, por nuk torturohet. Në gjykimin përfundimtar këto shpirtra do të gjiten nga hadi, por ata nuk do të shohin madhështinë e Zotit, sepse nuk e kanë marrë shpirtin e shenjtë. Pra, çfarë ndodh me një fëmijë që ikën nga ky jetë i papagëzuar? Gabohemi kur thonë dhe Shën Gabrieli thot mbas 40 ditëve nëse fëmia ndron jetë dhe ka ikur i papagëzuar, nuk shkon në parajs. Shkon në botën e vdekjes, por në botën e vdekjes nuk vuan, sepse ai nuk ka mëkate personale, por kalon në procese dhe pret ardhjen e dytë të Krishtit, dhe në ardhjen e dytë të Krishtit ai do ngjitet nga hadi, por do bëhet pjesëtar i mbretërisë së Zotit, por si i verbër, sepse nuk e ka marrë shpirtin e shenjtë që të arrijë të shikojë Zotin, nuk është bërë si Zoti, sepse ne vërtet pagëzohemi, por mbas pagëzimit mirosemi, marrim shpirtin e shenjtë dhe kjo na bën krishtër. Dhe ne mund të shikojmë lavdinë e Perëndis. Prandaj bëjmë një privim të jashtëzakonshëm prindrit ose të rriturit që nuk pagëzojnë fëmijët e tyre të vegjël dhe e shtyn këtë pagëzim derisa vjen dhe një ditë edhe një fatkeqësi se vdekja si them nuk kursen as fëmijët. Prandaj është e rëndësishme, shumë e rëndësishme, fëmijët të marrin misteret e shenjta që në moshë fëminore dhe sidomos misterin e pagëzimit, misterin e mirosjes, misterin e kungatës hyjnore. Dhe duhet të kishërohen fëmijët, duhet marrin pjesë në liturgjinë hyjnore dhe ata duhet të rinë në kish bashkë me prindërit e tyre dhe atmosfera e kishës, që është një atmosferë mistike, pra me ato gjysmë dritë, gjysmë errësirë, me temjanicën që lëshon aromën e mirë, me temjanin, me zërat, patjetër që fëmijët i lënë një, si them, një shije të mirë në subkonsciencën e tij. Disa prindër, si thash, mendojnë që nuk është nevoja që t'i marrin fëmijën në kish me që ata s'kuptojnë, por tham që fëmia kupton me zemër se sa me mendje. Dhe duhet dim se etrit e kishës son, që në shekujt e parë janë prekupuar për këtë çështje për kishërimin e fëmijëve, pra përcjell fëmijët në kish. Shikoni çfarë thot Shën Joan Gojarti. Është i shekullit të 4, një nga shenjtorët më të mëdhenj. Mësoje fëmijën të qëndrojë në kish, mësoje të bëj kryqin, të lutet me zemër të pastër. Mos e shty për më vonë, sepse çdo ditë e humbur është plag për shpirtin e tij. A e kuptoni? Le të flasim dhe për diçka tjetër. Shikoni çfarë thotë Shën Pais Agjoriti. Zemra e fëmijës kupton para mendjes. Edhe nëse kuptojnë gjithçka që ndodh në liturgji, zemra e tyre mbushet me hir. Prandaj fëmijët duhet vinë në kish me dëshirë, jo me imponim. Pra, ne duhet i marrim fëmijët, duke i thënë që do shkojmë në kish dhe duhet i krijojmë atyre me anë të fjalëve tona, duhet i krijojmë atyre një klimë të mirë për kishën. Pra, mos t'i marrim me zor, mos t'i marrim imponim, por t'i marrim me gëzim, që dhe ata ta ndjejnë që kisha është një vend i mirë, është një vend që të kënaq, është një vend që të bën të lumtur. Shikoni çfarë thotë Shën Porfir Kavilliviti, pra është dhe ky shenjtor i kohëve të fundit bashkë me Shën Paisin. Mos i detyroni fëmijët të rinë në kish me frikë, por me dashuri. Nëse ndjejnë dashuri për Krishtin, ata vetë do të kërkojnë kishën. Kurse Shën Ambrozi i Optimës thotë, kur fëmijët i çojnë në kish, mos haro t'i bekosh dhe të thuash, Zoti është këtu. Fjalët e buta të prindit janë si një frymë e shenjtë që udhëheq drejt Zotit. Prandaj etrit e kishës na theksojnë që fëmijët duhet të kenë pjesëmarrje në kish, duhet respektin për misteret e shenjta, domethënë fëmijët duhet kuptojnë që u shkojnë në kish, ata nuk shkojnë për të lozur, ase për të argëtuar, por shkojnë të takojnë Zotin, dhe Zoti takohet nëpërmjet mistereve të shenjta. Fëmijët duhet të kenë durim
brenda në kish dhe prindi është përgjegjësi i parë për rendin ose mirë qëndrimin e fëmijës në kish, dhe patjetër që nuk është fëmia. Qetësia vërtet nuk është mungesë zëri, por prania e dashurisë në kish. Prandaj duhet pasur kujdes se si duhet të veprojmë, sidomos për fëmijët që t'i sjellim në kish. Por edhe diçka tjetër. Janë disa prindër të cilët i sjellim vërtet fëmijët në kish dhe këta prindër i sjellim këta fëmijë dhe nuk kujdesen për qëndrimin e tyre të mirë brenda kish. Do me thënë qëndrimi i mirë në kish i fëmijëve. Kuptohet, fëmijët nuk mund të bëjnë vetë mosha e tyre fëminore, nuk bën gabime dhe mëkate, por fëmijët shpërqendrohen. Dhe fëmijët mund të arrijnë të bëjnë edhe zhurmë. Kështu që duhet pasur kujdes që ne mos ta lejojmë këtë lloj zhurme tek fëmijët, që kjo pasaj të prish edhe atmosferën e liturgjisë hyjnore. Ka prindër që unë i kam parë, se dhe unë kam qenë prind vetë në stade kur fëmijët kanë qenë të vegjël, dhe jam kujdesur, kuptohet, asgjë nuk është e përsosur, por kur fëmijët e mi për shembull vinë në kish dhe ata qanin ose lëviznin, atëherë ose unë, ose gruaja ime, ose dikush që kishim aty afër, nuk i lejonin fëmijët të vazhdonin zhurmën, sepse të rishte vëmendjen e priftit, të rishte vëmendjen e popullit, sidomos dhe në kohën kur bëhet dhe predikimi. Ka disa prindër që janë tepër të kujdesur, e lën fëmijën të eci në kish, të vrapojë në kish, të qaj, të bërtasi, të lozi, të grinde me fëmijë tjetër, madje të shkojë edhe në mes kishës e të rridhe përpara priftit, dhe prindit kjo i duket besim. Kjo i duket se fëmia e tij është një fëmijë që të rriqet nga gjërat e shenjta. Dhe nuk kupton prindi ose nga përtatësia, ose nga, nuk e di, nga indiferenca, dhe nuk kupton se ai fëmijë tashti, që është fëmijë, kuptohet, por ai po prish rendin në kish. Sidomos në liturgjinë hyjnore që është lutja zyrtare e kishës, që duhet disiplinë, duhet qëndrojmë me frikë Perëndije, edhe të rritur, por dhe fëmijët. Patjetër të rriturit kanë përgjegjësinë e parë, por për fëmijët përgjegjësinë e kanë prindit e të rriturit. Si mund ta lësh fëmijën tënd e ti të prishi meshën? Dhe njerëzit në vend të dëgjojnë lutjet, ti lutemi Zotit, ose bekimet që i jep Zoti nëpërmjet priftit, të dëgjojnë të qarat e fëmijës tënd. Për çfarë kanë ardhur? Kanë ardhur në një kopësht, kanë ardhur në një çerdhe, apo kanë ardhur në kish? Në qoftë se fëmia ajo të qan, nuk qetësohet, nxjerrë jashtë. Qetësohet, pastaj si dhe brenda. Nuk po dënojmë fëmijën. Por ama nuk mund të lejohet fëmia që s'kupton që të prishi meshën, me zhurmën e tij të pa kontrolluar, të pa vetëdijshme. Por dhe diçka tjetër, të lësh fëmijët që të bredhin në kish dhe të ecin, si them, në këmbë, si them, krah priftit, kur prifti mban të shenjtat, ose të dalin përpara derës së bukur, ose ka dhe raste që bën kujdes dhe futet fëmia në derën e bukur. Kjo është skandal. Kjo nuk është besim. Kjo është anarshi. Vërtet thot Zoti, mi sillni fëmijët tek mua, po nuk thot fëmijët më prishin meshën mua. Sepse këta fëmijë që vinë në kish janë si angjëj. Patjetër, dhe ne të rriturit duhet i shikojmë fëmijët, të imitojmë fëmijët jo në marrëzit e tyre fëminore, në atë shkujdesit e tyre, por të imitojmë fëmijët në porursinë, në thjeshtësinë e tyre dhe të jemi të rritur nga mendja, se kjo është ajo që tha Zoti, po su bët si fëmijët e vegjël nuk do hyni në mbretërinë e Zotit. Jo të bëni kalamaj nga mendja, po të bëni të përulur dhe të thjeshtë dhe të varur si fëmijë. Por nëse një fëmijë lejohet në kish që ai me pakujdesinë e tij të pa vullnetshme, të prishi meshën, ai nuk është një ëngjëll, por si një ëngjëll rebel që përdoret nga djalli, nga gabimet e prindërve të prishi meshën. Si tolerohet kjo? Prandaj nuk duhet në të tilla raste të qëndrojmë indiferent, sidomos prindi, ose dhe një i rritur që është aty pranë, ti thot prindrit, merre fëmijën, nxirre jashtë. Ose, si them bashorti bashortes, ose dikush që është më i madh,
të ndihmoj edhe prindit nëse janë të pamundur që këtë fëmijë ta qetësojnë ose ta nxjerrin jashtë. Nuk po themi ta heqin nga liturgjia inore, po për një kohë që ai të qetësohet. Dhe fëmijës nuk do t'i japësh lodra me vete kur vjen në kish, sepse kam parë disa prindër që japin lodra fëmijëve dhe vinë në kish dhe lozin fëmijët atje në atë të vetën dhe prindit rrinë kështu. Po pse? Po çfarë kanë ardhur aty? Po çfarë kemi ardhur? Të dëgjojmë tani se si loz një fëmijë, se si argëtohet një fëmijë, apo kemi ardhur në kish? Pra, çerdhja shtëpia shtëpi, çerdhja është çerdhe, kopësh është kopësh, kisha është kish. Kto prindrit duhet t'i dinë këto. Sepse kur ata janë disa ambiente të tjera që duan seriozitet, patjetër që nuk i në fëmijët e tyre të livallisin. Për shembull, kush prind do ta merrte fëmijën e vet në një mbledhje, në punën e vet ose në një event të rëndësishëm që fëmia të bënte çfarë do të prishte atë mbledhjen dhe atë eventin. Patjetër që nuk do ta bënte. Sepse do kishte frikë nga autoriteti ose nga serioziteti i situatës ose nga njerëzit që e kanë ftuar. Po pse në kish jemi kaq të kujdesur? Atëherë kjo tregon që s'kemi besim, s'kemi frikë Perëndie. Nuk kuptojnë se çfarë po bëhet aty. Patjetër fëmijët do t'i sjellim në kish që të kishërohen, por do t'i mësojmë edhe me disiplinë. Dhe s'duhet as fëmijës t'i japësh ushqime kur i sjell në kish. Mund të tolerohet një biberon për fëmijët që janë të qumshit, por jo ushqime që të hajë fëmia ushqim atje edhe të bëhet aty sikur është po ha drekën kopësh. Jo, nuk lejohet me kanone kishtare të hahet ushqim brenda kishës, vetëm asaj çfarë jep kisha. I themi gjitha këto sepse janë raste që ndodhin. Edhe ka prindër, ndoshta edhe prindër të ri, që nuk i dinë dhe mendojnë që boll që e sollën fëmijën në kish, ata e bën detyrën. Jo, Zoti thotë ma sill fëmijën në kish, por ma mbaj me disiplinë fëmijën, që fëmia mos më prish liturgjinë inore. Prandaj duhet kemi kujdes, sepse edhe shenjtorët, të cilët kanë folur për ardhin e fëmijëve në kish, përsëri shenjtorët kanë folur edhe për qëndrimin e fëmijëve në kish. Pra, fëmijët duhet të mësohen me disiplinë. Siç edhe lexuam më sipër, shikoni çfarë thotë dhe disa shenjtorë të tjerë në lidhje me ato çfarë ne tham. Mos i detyroni fëmijët të rinë në kish me frikë, por me dashuri. Nëse ndjejnë dashuri për Krishtin, ata vetë do të kërkojnë kishën, e tham. Por edhe diçka tjetër, shembulli i prindërve është mësimi më i fortë. Vazhdon, thot Theofani i mbyllur, vazhdon dhe shkruan, fëmia mëson të qëndrojë në kish ashtu siç e sheh prindit qëndrojë. Nëse prindëri me vëmendje, me porsi dhe me lutje, atëherë dhe fëmia do të mësojë në këtë mënyrë. Pra, prindi është liturgjia e parë që sheh fëmia. Nëse sytë e fëmijës shikojnë prindit të qëndrojë me kujdes, me seriozitet, duke bërë shenjë kryqi, duke bërë porulje, në qetësi, patjetër që edhe fëmia do ta imitojë. Kur fëmia shikon një prind të shkujdesur, që bën fjalë me njëri tjetrin, bashorti me bashkort, ose me atë që ka ty në krah, po dhe fëmia do bëj fjalë, dhe kështu do imitoj. Shikoni çfarë thot një tjetër shenjtor, Shën Nikola Velimirović. Kisha është shkolla e qiellit. Fëmijët që rriten në kish mësojnë të duan Zotin më shumë se lodrat e kësaj bote. Por duhet kemi shumë kujdes, sepse si thash, është gjë shumë e mirë që fëmijët të vinë në kish, por është gjë jo e mirë, madje mund themi se është edhe e dëmshme që fëmijët të prishin me pakujdesinë e tyre liturgjinë inore. Shën Theofani i mbyllur na thot këto fjalë. Kjo është provë për prindin, të ruaj paqen dhe t'i mësoj fëmijës të tij me durim. Nëse e qorton me zemërim, nuk ka fituar as qetësinë as fëmijën. Dhe Shën Nikola Velimirović thot, Zoti dëgjon çdo gjë, çdo zë në kish, edhe zërin e fëmijës, por kur fëmia bëhet shkak që të tjerë të humbasin vëmendjen, atëherë prindi është i thirrur të bëhet mësuesi i qetësisë. Kuptoni? Dhe Shën Emiliani Simonopetros thot, liturgjia është si fryma e shenjtë e qetë, e butë, e mbushur me mister. Fëmijët duhet i mësojnë ta ndjejnë këtë frymë me dashuri
dhe duke mos e kthyer kishën në një vend loje, por as në burg të heshtjes. Prandaj të bëjmë kujdes, të sjellim fëmijët në kish, por dhe të mësojmë se si ata duhet të rinë në kish. E mbyllim edhe me dy thënie, një nga Etrit e shenjtë, të Malit të shenjtë thotë: nëse fëmia bën zhurmë gjatë liturgjisë, shiko më parë zemrën tënde. Ndoshta nuk është qetësia e tyre që prishet, por qetësia jote që mungon. Qetësia vërtet vjen nga dashuria, jo nga mungesa e zhurmës. Pra, edhe të rriturit duhet të kenë kujdes, nuk duhet të rreqet me njëherë vëmendja pse një fëmijë qan ose bën zhurmë, duhet të jenë të vëmendshëm dhe mos merr me fëmijët, sepse ndodhet diçka tjetër, vjen një fëmijë i vogël në kish, të gjithë të mëdhenjt, që e njohin se njohin, heqin vëmendjen nga liturgjia inore, merren me fëmijët, përkëdhelin fëmijën, pullin fëmijën, e mbajnë fëmijën në krah, lozin me fëmijët, po për çka kanë ardhur? Të merren me fëmia tani bëhet zoti? Është një gabim, sepse si them, fëmia në vend që të bekohet, fëmia mundohet nga gabimet e të rriturve, sepse humbet përqendrimi i të rriturve për shkak të këtij fëmie, dhe përgjithësi këtu kanë prindrit, ose kanë ata që e njohin këtë fëmijë, ose ata të rritur që lënë liturgjinë inore dhe merrin një fëmijë dhe mund ta marrin atë fëmijë, ta përgëzojnë, ta puthin, mbasi të mbarojnë mesha. Dhe e mbyllim me një fjalë të Shën Joan Gojartit. Në kish duhet kenë nderim dhe vëmendje, sepse aty qëndron vetë mbreti i gjithësisë. Po nëse ndodh që një fëmijë të qaj, mos u idhëroni. Më mirë është të kesh një zë fëmijë në kish se sa zemër të ftohtë pa dashuri. Pra, e mbyllim dhe me këto fjalë, që edhe nëse qajnë fëmijët në kish, patjetër që nuk duhet të shqetësohemi sa të marrim masa të tepërta ndaj këtyre fëmijëve, por është e rëndësishme fëmijët vinë kish, por kjo nuk do të thotë se fëmijët do t'i lëmë të bëjnë çfarë duan në kish. Duhet mësojmë të disiplinojmë me dashuri, me durim, dhe dal nga dal, sipas shembullit të prindërve, sipas shembullit të rriturve, edhe fëmijët do mësojnë të rinë në kish me frikë Perëndije, që është fillimi i diturisë. Ndryshe, nëse ne jemi të shkujdesshëm dhe nuk i mësojmë fëmijët me disiplinë, atëre ardha jonë në kish bashkë me fëmijët, në vend që të bëhet bekim, do jetë një ngarkesë shpirtërore dhe nuk do dalim lehtësuar nga kisha, sepse Zoti do t'i qortojë ata prindër që nuk bëjnë kujdes me fëmijët e tyre, nuk i disiplinojnë, nuk i mësojnë të rinur, po i lënë të livallisin kish, pavarësisht se aty bëhet liturgjia inore, pavarësisht se aty mblidhen ëngjëjt e shenjtorët që i luten Perëndis me frikë. Këta prindër tregojnë që nuk kanë frikë Perëndije, mësojnë dhe fëmijët të bëjnë pa frikë Perëndije dhe kështu veprojnë pasaj ligjet shpirtërore. Por mos ta lejojmë veten deri këtu, njeriu do u liqet nga logjika, prandaj logjika na thot të respektojmë vendin e shenjtë, si të rriturit edhe të vegjëlit. Amin.